Ndonë se në shumë lokale hotelerike në Tetov do të ketë organizime për pritjen e vitit të ri, megjithatë një pjesë e qytetarëve të anketuar janë shprehur se sonte do të festojnë në ambientet familjare. Viti i ri pritet kryesisht në rreth familjar, ku tryeza festive e mbushur me ushqime tradicionale shihet si shenjë mbarësisë dhe bollëkut për vitin që vjen. Në mesnat, fishekzjarret ndriçojnë qytetet, ndërsa shkëmbimi i urimeve për shëndet, paqe dhe suksese shënon momentin simbolik të hyrjes në vitin e ri. Kështu festat e fundvitit kanë gjallëruar qytetin e Tetovës, pasi që në vendlindje janë kthyer shumë mërgjimtar, të cilët janë edhe lokomotivat kryesore për mbajtjen gjallë të ekonomisë vendore. Kjo gjallëri vërehet më shumë në pjesët qendrore të Tetovës, ku edhe janë të fokusuar edhe institucionet, por edhe objektet hotelerike që kryesisht frekuentohen nga qytetarët. Vitin e ri në shtëpi. Si duket Tetova për vitri? Mirë është, duhet edhe më mirë. Mundet si nuk, për çdo herë mundet edhe më mirë. Në shtëpi. Në shtëpi? Si për herë në shtëpi e kam festuar. Si duket Tetova në prag të vitit? Nuk është keq, mirë është, ka lëvizje, ç'është. Në banes, në shpej, ku do shkojmë, s'kemi parë, shkojmë të kujnë. E Tetova si ju duket për vitri? Qënë të këtë është të shka, insan s'ka parë, s'ka asjen, që do vësh. Shkimi që do bëjmë, që rejmë, që shtonë, të njerë hamë, të njerë s'hamë, krize e ka bëndë vetët, që shta. Çka shpresoni që do të ketë ndryshim në vitin e ardhshëm? Po ishtë atë tjesë më mërë, më kështë atë tjesë më mërë, këpëtërinë. Ishtë atë tjesë më mërë. Këta që janë këtë teare, që janë puna në pështinët, që janë, i vetë mëndojnë pak për insan, për poplin tonë, për insan, për gjithë tjesë, këpëtërinë. Si krize madhe, stroja, ujti, ato, që këtë paguën, që janë, këpëtërinë. Shka nisanin e bëgtanë, këpëtërinë. Se gjithë do thash, as merë, as keqë. Për keqë më nuk ka këtë shkuje, se shkon pjesë, s'ke që të marrë që ta. Po e që la i mbarësari, që la bejen në ment pak të qëllën këto insan tonë, që është tanës. Me familje në shpej. Në shtëpi. E si duket Tetova për vitri? Mirë duket, mirë. A keni ndonjë dëshirë për vitin 2026? Pa nuk kam, plak të jam bon motët unë. Për këta të rritë? Për këta të rritë? Për të rritë mirë. Mirë, këtë kanë në artë, e jashtë bukuroja, jashtë limuzinët, e jashtë shparë këtë. Vitin e re, unë nuk e festoj, i përkes për këtë sejs muslimane dhe nuk e festoj. Po Tetova si ju duket para vitit të ri? Po Tetova tash në mbrëmje nuk kam qenë, i shoh disa zbukurime, dallohet për viteve tjera, vitet tjera nuk ka pas zbukurime, këtë vit është i shoh se ka një ndryshim. Sonte shënohet viti i ri 2026 duke hapur një kapitull të ri shprehse, pritjesh dhe synimesh për qytetarët kudo. Qytetet do të ndriçohen nga dritat festive, ndërsa në orën 24 do të shënohet fillimi i një viti të ri. Televizioni Koha uron të gjithë qytetarët natën e ndërrimit të motmoteve, me shpresën që viti i ri do të ju sjellë shëndet, mbarësi dhe lumturi.